Me datën 16 korrik 2026 mbushen 20 vjet që 3 nga pilotët më të mirë të aviacionit shqiptar në Gardën e Republikës, Vangjel Çoni, Demush Heba dhe Qemal Koni, nuk janë më mes nesh. Dhe telefonata e fundit, salla operative e Gardës Republikës, fiksoni orën 21:50 minuta, data 16 korrik 2006. U nisëm për barit të Italisë për të mjekuar doktor Gramoz Pashko. Me mua janë Demush Heba dhe Qemal Koni. Si shefi gatishmërisë së Gardës së Republikës, e kam hequr në kurriz të merrin e asaj nate. Isha i pari që disa familjarëve u kam përcjell lajmin e kopshëm të zhdukjes së helikopterit dhe vdekjes së njerëzve të tyre të dashur. Në vesh më gjëmojnë thirrjet. Alo, kolonel Çondi përgjigju. Kulla e kontrollit ajror të fluturimeve të Rinasit, jepni informacion për koordinatat ku ndodhet helikopteri Bell 222. Përpjekje të dëshpëruara. Heshtje vari. Në orën 02:17 të datës 17 korrik 2006, pati kontaktin e fundit me radio me kullër e Rinasit. Vangjel Çondi si pilot i parë raportoi koordinatat. Ndodhej rreth 27 milje detare, 45 kilometra në perëndim të Durrësit, në lartësinë rreth 1000 metra. Menjëherë pas këtij raportimi, helikopteri u zhduk nga radari. Informacion kërkon presidenti, kryeministri, ministrat. Kontrollohen procesverbalet dhe çdo dokument që lidhej me zhdukjen e helikopterit. Më kërkon informacion një nga të afërmit e pilotëve të zhdukur. Në fund të bisedës tha, familjet të hapin dyert e mortit. U përpilua lista e plotë e personave në helikopterin Bell 222, Vangjel Çoni, Demush Heba, Qemal Koni, Aleksandr Baloj, Gramoz Pashko dhe Ruben Pashko. Salla operative e Gardës Republikës u kthye në një odë morti. Gramoz Pashko ishte rrëzuar nga shkëmbinjt dhe kishte përfunduar në det. Mjeku i fshatit Dërmi, Kosta Qipa, i kishte dhënë ndihmën e parë, por gjendja e tij ishte e rëndë. Në orën 15, një helikopter i Ministrisë së Shëndetësisë e solli urgjentisht në Tiranë. Helikopteri tjetër për në Bari u nis rreth orës 21:50 minuta të datës 16 korrik 2006. Ka kaluar ora 3 e natës, gjithçka rreth meje rrotullohet. Katastrofa ka ndodhur. Zgjas kokën në dritare, shoh yjet mbi dajt. Nuk ka më asnjë shpresë. Atje tek ylli i mbrëmjes janë Vangjel Çoni, Demush Heba dhe Qemal Koni.